katastrofë. Kur dënojnë a djallë, gjykojt me pluman salë gjyqit më dhe që në 5.000 mi prapë. Se më ka prembes shteti. Vrasja tragjike e gjyqtarit të apelit Astrid Kalaja në sallën e gjyqit është shembulli më i dhimbshëm i dështimit të reformës në drejtësi, e cila në vend që të sjellë efikasitet në drejtësi ka prodhuar zemërim dhe kaos në sistemin gjyqësor. Ngjarja ndodhi pasi Elvis Shkambi, 30 vjeçar nga Shkodra, që kishte vite në përgjigje për një pronë, qelloi për vdekje gjyqtarin Kalaja gjatë seancës. Ajo fut me armë pa vështirësi në sallë, një tregues i mungesës totale të sigurisë në institucionet e drejtësisë. Tre plumbat që morën jetën e gjyqtarit i goditën dhe vetë simbolin e reformës në drejtësi. Kalaja ishte transferuar nga apeli Shkodrës në Tiranë në vitin 2023, pas batimit të hartës së re gjyqësore, e cila shkrinte gjykatët e apelit në rrethe për t'i përqendruar të gjitha në kryeqytet. Që në fillim Port News Pikal paralajmëroi se kjo reformë do të kthejë në një katastrofë administrative me kosto të mëdha për qytetarët. Dhoma Avokatisë e kundërshtoi fort duke bojkotuar për javë të tëra seancat gjyqësore, por pa asnjë rezultat. Gjykata kushtetuese me një vendim të debatueshëm në fund të vitit 2023 e la në fuqi hartën e re duke detyruar qytetarët nga Shkodra në Ksamil të udhëtojnë në Tiranë për çdo proces. Sot në gjykatën e apelit, një çështje zgjat mesatarisht 8 vite për të marrë një vendim. Ndërkohë autorët e reformës nga Edi Rama te Ulsimania reagojnë me ngushëllime, por pas një ndjenjë përgjësie. Rama flet për forcim të kodit penal, ndërsa shkaku real është mungesa e kushteve minimale të sigurisë nëpër gjykata. Edhe Sokol Sadushi dhe Bajram Begaj kufizohen në deklarata formale, pa reflektim mbi gjendje skandaloze të sistemit. Sot, një gjyqtar më pak dhe një autor në burg, por asgjë nuk do të ndryshojë. Shqipëria bëri një reformë në drejtësi që e gjymtoi drejtësinë vet.